O ti Shqipnia bëhet, bëhet, tu bëhet, si thuti, nga jeti. Shqipërinë e ka bo Zoti, Shqipëria do mirëmbajtje. Edhe ti, i Shqipnis thurje, Shqipnin e ka thur Perëndia, Zoti. Ti qa thur ti? Ti i Sorosian, ti i Open Society, ti qyradhec i George Soros. Qa thur ti? Qa thur ti qyradhec i Izraelitve, i hebrejve? Po që për Izraelit, hebrej, populli shqiptar dhe unë, votoj Edi Ramën. Jam miki i Aleksandr Soros, i Izraelitve. Edhe po që për kryetar me prana, tek baballarët, tek vjerët, tek babai nusës, kemi Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Met. Po që për këtë. Ti i Shqipnis bohet, që i dashe ka shumë prejë ti, e qytetrat e Shqipërisë, e popullin shqiptar. E dashe ka shumë ti, për familjen e ndershme shqiptare. Qa bon ti? Ju, për ti Karavidhe, qenë ke ti Karavidhja më e mirë se Lira Çepani, me burrin e saj të ndjerë, një super demokrat më të ndëruar të kryeqytetit të Tiranës. Ti Karavidhe që nga më mirë ti, se Elena Kocaqi. Mi e lepoj. O mi halesh jetonit të hyni në familjes shqiptare. Mi. Gjojdo, unë besoj që Shqipëria shkputet nga politika vjetër. E Partisë Komuniste dhe Partisë Socialiste, e Partisë Demokratike. Por jo, si mi halesh, që kërkosh votën shqiptarit e ndëruar. Ose fjala vjen se disa për ju që janë ndëruar ose kërcasin kështu kot nga rryma, do t'i kërkosh vota nde, do t'jesh shumë i ndershëm. Do t'marrësh erë nga këto punë, jo për të futur në punë, jo për të rregulluar fëmijët, jo për të rregulluar vëllezërit dhe motra, jo për të hyrë si palaço në sistemin shtetëror. Çfarë sistemi do qash? Çfarë sistemi? Me stilin e LSI-s? Kush jeni ju? Nga dolt ju? Nga dolt ju që dashkit ju të shemkit pander establishmentin politik shqiptar? Se din shqiptarët kush janë socialistë dhe demokratët? E do të tregoni ju. Ju analfabet. Ju pisa. Ju lara. Ju bretkosa. Ju me thurje, me të bëme. Të bëni ato që ka bërë Zoti. Wow. Ti Karavidhja. Më e mirë se Lira Çepani. Më e mirë se Elena Kocaqi. Ti, që të merr babaj për tore. Ti që s'di ku je. Nuk keni, ju s'keni lexuar një gazet kur një jetën tuaj, ma qa do bëni, qa do thurni. Pse unë nuk e dija unë. Unë nuk e dija, kujtoni ju që nuk e dija unë, se çfarë do thoshte establishment politik komunist, i Partisë Socialiste dhe i Partisë Demokratike. Unë kujtova se do të përfshirë në politikë dhe do të kërkoj votat shqiptarëve, vota ndej, vota të pastra të sinqerta, vota sy në sy, shpirt në shpirt, zemër në zemër. Jeni në vete jo be, e dini peshen e votës jo be. Dini ju të kërkoni votat, ju të flisë me shqiptarët apo jo. Jeni në vete jo, dini ju çfarë kërkoni apo jo.
Qa do thushti më, qa do thushti, qa do boshti më, qa do bosh, do ta bë këti, ha pra bëje. Bëje ti, po shko atje je llogari në gjykatën e pronave, dorëzoj gjitha pronat metër, centimetër. Babajt, nënës, vjerrit, kushurive, qa ke? Gjithë klysht, e mijt, e bretkozat e Shqipërisë, me gjithë karavidhet, shkoni jep një llogari përpara shtetit, përpara kushtetutës, përpara pronave të palujtura, atëhere vazhdojmë ne bashk edhe të kërkojmë pronat e mafjas e gangsterëve të mëdhej. Dakord. Dakord. Si e ti dakord, janë këta tjerë, jam unë. Po si e dakord. Edhe lexoni pak një gazet, Paloma apo Sporti, lexoni. Lexoni një gazet. Njëtën tuaj, paktën, një gazet. Nuk them një libër. Lexoni. E pastaj merrna ne me punët e Shqipnisë. E Shqipnisë, merrna ne. Po. Lexojmë një gazet Paloma, një gazet Sporti. Pastaj fillojmë ato politike, ekonomike, akademike, filozofike, teorike, okej. Rregull? Hajt. Hec.